Kryeministri Edi Rama ka ndryshuar kabinetin qeveritar duke bërë zëvendësime dhe largime të ministrave. Ai ka shkarkuar Belinda Ballukun si zëvendës kryeministre dhe ministre të infrastrukturës dhe energjisë. Tashmë këto dy poste nuk kanë më të njëjtët përfaqësim nga një njëjti person. Nga kabineti i mëparshëm janë larguar Pirro Vengu dhe Elisa Spiropali, të cilët janë zëvendësuar nga emra të rinj, Ermal Nufi dhe Ferit Hoxha. Ermal Nufi është ministri i ri i mbrojtjes, i cili zëvendëson Pirro Vengun. Nufi mban pozicionin e zëvendës sekretarit përgjithshëm në kryeministri, që për vitin 2013 është licencuar si avokat nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, ku ka shërbyer dhe si antar i Këshillit Drejtues të Dhomës së Avokatëve në Tiranë. Nga viti 2021, zoti Nufi ka mbajtur pozicionin e këshilltarit ligjor të ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, si dhe ka shërbyer në pozicione të ndryshme brenda administratës publike. Ferit Hoxha është ministri i ri i punëve të jashtme që zëvendëson Elisa Spiropalin. Ferit Hoxha u bashkua me shërbimet e jashtme të Shqipërisë në vitin 1991 dhe ka qenë aktiv në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare që atëherë. Nga viti 2001 deri në vitin 2006 ai është ambasador i Shqipërisë në Francë, përfshirë dhe jo rezident në Portugali, Algjeri dhe Monako. Ndërmjet vitit 2006 punëve të jashtme pozita më e lartë e shërbimit civil. Gjatë kësaj periudhe ai shërbeu gjithashtu si koordinator kombëtar për Aleancën e Civilizimeve dhe ishte guvernator i Shqipërisë në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Nga nëntori 2015 deri në mars 2018 ai është drejtori i përgjithshëm për çështjet politike dhe strategjike në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme. Nga marsi 2018 deri në tetor 2021 shërbeu si ambasador dhe i dërguar i përhershëm i Shqipërisë në UNESCO në Paris. Më 30 shtator 2021 ai u emërua ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara në New York, si dhe ambasador jo rezident i Shqipërisë në Kubë. Enea Karakaçi ka zëvendësuar ministrin e infrastrukturës dhe energjisë zonin Belinda Balluku, e cila tashmë është shkarkuar nga detyra e saj. Më përpara, Karakaçi ka mbajtur pozicionin e drejtorit përgjithshëm për politikat dhe zhvillimin e energjisë edhe industrisë së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Formimi i tij është ligji për çështje energjie. Karakaçi i mori përvojat e para të entit rregullator të energjisë, i cili është një autoritet i pavarur rregullator për sektorin energjetik shqiptar. Më vonë u punësua në Ministrinë e Energjetikës dhe cili mbajti poste të ndryshme. Karakaçi e merr detyrën e ministrit të infrastrukturës pasi ka drejtuar OSHE-n që nga qershori i vitit 2023. Eriona Ismaili është ministre e re për marrëdhëniet për parlamentin që zëvendëson Toni Gogun. Ajo ka qenë kandidate për Partinë Socialiste në qarkun e Vlorës. Në vitet e fundit ka shërbyer si koordinatore rajonale në projektin zviceran Bashki të Forta, duke ofruar asistencë për njësitë e vetçeverisjes vendore. Ajo gjithashtu është aktiviste e shoqërisë civile.